Ish deputeti dhe nënkryetari i përgjithshëm i KDTP-s Enis Kervan sot i bashkëshoqëruar nga ambasadori i Turqisë në Kosovë Sabri Tonç Angli, kryekonsulli i Turqisë në Prizren Fatih Topçu, ministri në detyrë Fikrim Damka dhe kryetari i KDTP-s në Prizren bashkë me ish deputet sot brenda këtij viti për herë të dytë shpërndan setet të ndihmës së arsimore për nxënësit e klasave të pesta që zhvillojnë mësimin në gjuhën turke. Setet të ndihmës të siguruara nga Enis Kervan u dhuruan nxënësve të klasave të pesta të shkollës fillore Motra Qiriasi gjatë vizitës së realizuar së bashku me ambasadorin e Turqisë në Prishtinë Sabri Tonç Angli. Ata kanë bashkëbiseduar lidhur me këtë organizime i cili u shpreh. Öncelikle teşekkür ediyorum. Milletvekilimiz Sayın Enis Kervan'a da müteşekkiriz. 1., 2., 3., 4. sınıflardan sonra şimdi 5. sınıflara da bugün burada ben sembolik olarak katıldım. Ama bildiğim kadarıyla Prizren'deki diğer Türkçe eğitimin olduğu okullarda da öğleden sonra dağıtacaklar. Së pari faleminderit, unë jam tepër falenderues deputetit tonë Enis Kervan për këtë mbështetje, përkrahje dhe angazhim të vazhdueshëm pas klasave parashkollore, klasat e para, të dyta, e treta, të katërta, tash dhe të klasave të pesta. Me mbështetjen e Enis Kervan po shpërndajmë setet të ndihmës për nxënësit. Jam në këtë shkollë sot këtu në formë simbolike, veç me një shkollë, por libra dhe setet të ndihmës do të shpërndahen edhe në të gjitha shkolla tjera. Unë kur kam qenë fëmijë në këtë moshë, kam lexuar libra, prandaj për të mbajtur gjuhën gjallë, librat janë të domosdoshme të i lexojmë. Për këtë edhe një herë falenderojmë zotri Enisin dhe gjithë ata që angazhuan për këtë shpërndarje të librave. Po Prizreni jo veç për mua, por edhe për Turqinë është i rëndësishëm, është kryeqyteti i kulturës historike dhe i rëndësishëm edhe për botën turke. Prizreni dhe Kosova është shumë i rëndësishëm për Turqinë. Unë mendoj që Prizreni meriton sepse është kryeqytet i kulturës evropiane dhe botës së turke dhe mendoj se Prizreni meriton me qenë në qendër të turizmit ku edhe unë do të kontriboj për këtë më tepër. Kurse Enis Kervan tha se tani disa vite ka filluar këtë aktivitet me iniciativën personale, e kjo është radha e 19 që ndan sete ndihmëse arsimore. Kurse era e dytë që ndan sete për nxënësit e komunitetit turk, herën e parë këtë vit kemi ndarë për nxënës nga klasat e para deri në të pestën. E filluam këtu në Prizren e do të vazhdojmë të gjithë Kosovën, ka theksuar ai për televizionin Besa. Tani pasi u konfirmua serioziteti se kjo iniciativë është serioze, po ndihmohemi edhe nga të tjerët, tha ai dhe vazhdoi. Këtë vit era e dytë që shpërndaj librat ndihmëse, ashtu ta quaj, por në fakt çdo vit e kam këtë angazhim dhe këtë aktivitet, dikun 17 apo 18 herë deri tani e kam bërë njëjtin projekt, sepse me të vërtet kemi nevojë për tekstet shkollore, për librat ndihmëse. Natyrisht që me Ministrinë e Arsimit kemi arritur deri diku të sigurojmë tekstet shkollore duhura, por ju e dini që për një arsimim ma kualitet na nevojtën edhe materialet ndihmëse. Edhe këte unë angazhohem që sa vite, edhe jam shumë e lumtur që në tërë Kosovën ku zhvillohet arsimimi në gjuhën turke, e jap këtë kontribut, edhe kësaj radhe pedini para disa mujve prej para shkollore deri te klasat e 4 e shpërnda. E kësaj radhe klasat e 5 me materiale dhe sete ndryshme ndihmëse në tërë Kosovën, e filluam e vizituam këtë shkollë dhe jem shumë e lumtur sepse natyrisht çdo herë ku ka arsimim në gjuhën turke e kam bërë dhe prap, për shembull nesër jemi në Prishtinë, ashtu që do të vazhdoj. Fillim kam fillu vetë me kushtet e mia, tani kam fillu Turqi kur e kanë pa seriozitetin, atje miqt shokt, ata kanë kontribu vetë, shtëpit botus, edhe kanë dhuru shpesher. Pak problem e kemi transportin derisa e bi në Kosovë se kushton tepër, por edhe atë pa tjetër duhem me kontribu dyqysh, dhe jem angazhu dhe prap do të angazhom, sepse jo, kjo është vullnetarisht aktiviteti im dhe janë natyrisht çdo herë e nënvizoj që këta janë setat apo tekstet shkollore apo librat ndihmëse dhe ky mbetet iniciativa ime dhe jo me lumtur, sepse ne për këtë jemi, duhemi të zhvillojmë
arsimimin në gjuhën turke, duhemi të kontribojmë në këtë aspekt çdo kush mundet me mundësitë e veta, dhe unë kam gjetë këtë rrugë që për mu fëmijët janë ardhmëria jonë, dhe patjetër unë jam e lumtur që disa vite po angazhohem, nuk është era e para, po era e dytë, prap do të vazhdoj. Sa kam fuqi, do të kontriboj gjithmonë fëmijët tonë, sepse edhe teknologjia e ka ndryshu kohën, fëmija jonë të u largu prej librave, prej lektyrave e tjerë. Unë po mundohem të kontriboj pak bashkëpunim me mësuesët, bashkëpunim me aktorët e arsimit që mos të përdoren vetëm teknologjinë, por edhe librat sikur ne që kemi përdorë çdo herë. Faleminderit shumë. Derisa ministri në detyrë Fikrim Damka tha se edhe sot jemi këtu bashkë me ambasadorin dhe kryekonsullin në ndarjen e mjeteve ndihmëse arsimore për nxënës të komunitetit turk që po bëhet në organizimin e deputetit Enis Kervan. Së faleminderit për përcjelljen prej anës televizionit e Besa këtë ngjarjen. Ky është një aktivitet prej partisë tonë, sidomos prej deputetit tonë Enis Kervan, cili ka pru do librat për klasën e 5. Ju e dini edhe ma herët e kemi shpërndar librat prej klasën e parë deri në klasën e 4, ashtu që sot jemi në për shkollat të shpërndajmë këto librat. Ka nevojë nxënësat tonat, komunitetit tonë të mëson jo vetëm me tabletat, po edhe me librat. Aktivitetin në ndarjen e këtyre mjeteve ndihmëse nisër vazhdojnë në Prishtinë dhe qytete të tjera.